Ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur në ekranin e Sport TV. Ky është edicioni informativ i orës 17:00. Ju njoh më njëherë me zhvillime kryesore. Vendimi i gjykatës kushtetuese për rastin Balluku i hap rrugë 2 proceseve të tjera të lëna Pezull. Ankimimi në apel të zëvendës kryeministres për heqjen e pezullimit dhe shqyrtimin nga ana e kuvendit të kërkesës së SPAK për të arrestuar Belinda Ballukun. Ndarja e gjyqtarëve 4-4 nuk zgjidhi konfliktin mes kryeministrit dhe gjyqësorit, nëse janë antar qeveria pezullohet apo jo nga gjykata pa lejen e kuvendit. Surprizë, vota e Gendi Ibrahimit që i hoqi Ramos fitore në kushtetuese. Në ditën e 6 të protestës, banorët e Rrjollit u përplasën me policinë në përpjekje për të bllokuar punën për ndërtimin e resortit të biznesmenit dhe botuesit Bashkim Ulaj. Sipas tyre, në tokat që u kanë grabitur, një prej banorëve akuzon publikisht Sali Berishën se mund të ketë dorë në këtë histori, për sa kohë nuk po i mbështet ata, por nga ana tjetër i kërkon të shkojnë protestën e 10 shkurtit për interesat e tij. Zyrtari italian Andrea Formiga, i cili punon në klinikën private Trida Hospital në Tiranë, po hetohet pasi një pacient i cili i ngushtoi stomakun për dobësim ndërroi jetë në QSUT 4 ditë pas operacionit. Familja e sipërmarrësit italian, 54 vjeçar Massimo Ferro, kërkon drejtësi dhe akuzon klinikën private e mjekët që bën ndërhyrjen se nuk i bën analizat para operacionit. Ferro vuande nga diabeti tipi 2. Një mesazh që ju vjen në WhatsApp nga kontakte të njohura dhe kërkon të votoni për një vajzë për të fituar një kurs falas vallëzimi është pjesë e një skeme mashtrimi që synon të vjedhë të dhënat tuaja personale. Ky mesazh po qarkullon edhe në Shqipëri dhe ekspertët digjital këshillojnë të mos e hapni, pasi hakerat do të depërtojnë në telefon duke ju vjedhur çdo të dhënë tuaja. Pjesën e fuqisë punëtore në vend, bizneset po e mbushin duke rekrutuar të huaj nga India, Filipinet, Egjipti e deri në Myanmar. 19.000 të huaj aplikuan për leje qëndrimi vitin e kaluar në Shqipëri. Ata dominojnë në sektorët e ndërtimit, turizmit, fasonerisë dhe peshkimit. Qeveria është në negociata edhe me disa vende të treta për më shumë se 6.000 vende pune që kërkon biznesi. Shqipëria dhe Irani do të zhvillojnë bisedime të tjera javën e ardhshme mbi programin bërthamor të Teheranit. Njoftimin e bëri presidenti amerikan Donald Trump, i cili edhe pse i quajti pozitive bisedimet e së premtes në Oman, firmosi një urdhër ekzekutiv për tarifa doganore shtesë për ato shtete që do të bëjnë biznes me Iranin. Lojrat olimpike dimërore kanë kthyer qytetin e Milanos në qendër të vëmendjes të sportdashtësve. Vendi ynë përfaqësohet nga 4 skiatorë dhe gara e parë do të jetë më 11 shkurt, kur Deni Xhepa garon në slalomin gjigant. Në 15 shkurt garojnë Kolturi e Dauti.